Përshëndetje, kemi ardhur, përshëndetje. Sot jemi në një orë të veçantë mësimore. Sot do t'ju prezantoj me dy vajza shumë të bukura. Njëra quhet Brisi dhe tjetra Ajla. Do t'na prezantojeni pak më shumë? Okej, më thoni emrin dhe mbiemrin. Kush do vazhdoj e para? Kush do vazhdoj e para? Prezantimin. Vazhdo Brisi. Ti je? Brisi. Po, mbiemrin? Demiraku. Bravo. Ti je vajza e kujt? Vajza e Takut dhe e Vjollcës. Shumë mirë. Po ti Ajla? Vajza e kujt je? Si ka emrin babi, mami? Gjencila Erbeska Strate. Bravo. Ku jeton ti Brisi? Në Shqipëri. Në Shqipëri. Në qytetin e? Ajla, ngrihu. Në qytetin e? Në qytetin e Durrësit. Durrësit, bravo. Me kë jeton ti Brisi? Me papin. Me babin tjetër? Kush janë pjesëtarët e familjes? Jeton me prindrit, me gjyshërit? Apo me mamin apo me papin. Ajla, të dyja juve jetoni me prindrit edhe me gjyshërit? Mami im rinë 4 ditë në punë. Rrin gjithë ditën punë? Po, se duhet të punojmë. 4 orë. 4 orë, po. Po. Edhe vim babin mami. Shumë mirë që vjen babi, në rregull. Po ti Ajla, babin e ke në Shqipëri apo jo? Në Gjumrani. Aha, ti jeton me babën, me mamën, me mamin, me hallën. Po, Gjumrani me gjithë prindët të Gjumrania. Ke qef që të shkosh te Gjermania? Po, me gjithë prindët. Me gjithë Me prindë. Sare, me Brisin. Do me marrë edhe Saren, edhe Brisin me vete? Nuk e di më atë ku është. Nuk do me arti Brisin në Gjermani me Nuk te? e di ku është Gjermania. Nuk e di, po ke dëshirë që të shkosh në Gjermani? Po, marrë planë. Po, edhe unë kam Gjermani, po i kam të gjagjat e mi. Okej, do të Gjermani. Okej, qëmë të gjagjit. Do ta qësh Brisin atje te Gjagji? Po. Shumë mirë. Marrë